Mirë se ju gjeta. Falenderoj Zotit për mundësinë që na jep, për hirin e Tij që ishim mirë sot, edhe patë mundësi të vim të adhurojmë së bashku. Falenderoj Zotit që na jep mundësinë gjithashtu të punojmë së bashku derisa ai të vi. Do vi një kohë që ne s'do kemi mundësinë të punojmë, dhe ata që kanë qejf gjumin, që duan të rrinë, s'duan të lodhen shumë. Do vi një kohë që do ta kenë mundësinë që të mos lodhen shumë. Por tani është koha që ne jemi në arën e Zotit, edhe Zoti na ka lënë që të bëjmë punën e Tij. Faleminderit gjithsecilit për ju që lutet për shërbesën e Zotit atje, është shërbesa e Zotit. Edhe ne shohim çdo javë se Zoti përdor gjithsecilin, çdo njeri që ka në zemër që të flasë për Jezusin, të nxjisë njerëzit për Jezusin, të ftojë familjarët e vet. Edhe Zoti punon në jetën tona. Por si gjithmonë ka armik, ka kundërshtar, ne jemi në mish, ne luftojmë shpesh herë me veten tonë dhe jo me gjëra të tjera jashtë, por me veten tonë. Kështu që vazhdoni të na mbani lutje që Zoti na përdori edhe më shumë njerëz të dëgjojnë për shpëtimtarin tonë, ta njohin atë për aq pak kohë sa na ka ngelur akoma. Falenderoj Zotit që për herë të parë këtu do filloj të predikoj me Biblën e re. Është gëzim, ndërsa shohim fjalën e Perëndisë që është më e mpret, edhe është më e qartë. Edhe këtë gjë mund ta kuptoni kur studioni. Mirë, kështu që nëse ju si bëjmë përshtypje këto gjëra që dëgjoni dhe nuk e kuptoni për çfarë po flasim kur themi më e mpret, pase të qëndroni pak më shumë në fjalën e Perëndisë dhe të studioni pak më shumë. Sot do të flasim për qëllimin e ekzistencës sonë. Pse jemi këtu? Pse jemi këtu? Gjithsecili prej nesh ka një rol në shoqëri, ka një rol në familje, ka një rol në vendin ku Zoti e ka vendosur. Edhe këto janë rolet sipërfaqësore të dukshme. Kur ne flasim me njerëzit në botë, secili ka diçka që po e ndjek, po shkon mbas saj. Edhe përpiqet ta arrijë atë gjë. Por ne jemi një priftëri e zgjedhur e Perëndisë. Edhe Zoti ka një tjetër qëllim për ne, tani që na ka gjetur, që na ka bërë të tij. Po shpeshherë ne jemi të shpenguar, edhe mendja jon fillon edhe modelohet ndonjëherë sipas tendencave që na rrethojnë. Edhe sipas bagazhit që kemi marrë nga e shkuara jon kur ne ishim të pashpëtuar. Por Zoti do që ne të jemi në vullnetin e Tij, do që të bëjmë atë plan që ai ka për ne, atë qëllim që ai ka për ne. E kemi thënë shpesh të gjë si terminologji për ta kufizuar në këndvështrimi i fjalës së Perëndisë. Ti jesh i suksesshëm në sytë e Zotit, do të thotë që ti të jetosh një jetë sipas planit, sipas qëllimit të Zotit. A kemi këto PowerPoint? Shumë mirë. Pak për kuriozitet, ndoshta keni dëgjuar këtë gjë, po ka qenë dikush në vitet 1930 që ishte shumë i trazuar kur shikon njeriu që është kaq përçmues edhe kaq egoist. Edhe ishte njëri i famshëm, ishte historian, Durant quhej, Will Durant, edhe ai dërgoi shkresa shumë njerëzve të famshëm në kohën e tij, mes tyre ishte edhe Einsteini. Edhe i pyeti ata, "Ore, pse jemi ne këtu? Cili është qëllimi i njeriut?" Sepse ka qëllime të ndryshme gjatë momentit, gjatë fazave të ndryshme të jetës së njeriut. Me thënë, njerë jetojnë për të marrë atë diplomë, për ta fituar, pastaj për të gjetë vendin e punës, pastaj edhe ka qëllime të ndryshme që njerëzit kanë, edhe secili ka qëllimet e tyre. Edhe ai donë të dëgjonte mos ka diçka që i përfshin të gjitha. Dhe normal, le të ua dërgojë njerëzve që ishin të veçantë në shoqëri, që kishin një merit të caktuar, kishin një njohuri të caktuar, kishin një profil që ishte ndryshe nga të tjerët. Edhe mori shumë përgjigje. Edhe shumë nga ta ishin të stresuar, ç'është kjo pyetje që më bëre, domethënë, si mund ta bësh një pyetje të tillë? Po në fakt ne për çdo gjë që prekim ka një funksion. Karrigën nuk e kemi që ta vëmë jashtë, e kemi për të ulur. Domethënë, çdo gjë që ne prekim ka një funksion, ka një qëllim dhe të rritohet dikush kur e pyet çfarë qëllimi ke, pse ekziston. Unë mendoj se është pikërisht ajo gjë që ai ka mungesën e Zotit në jetën e tij dhe është si dikush që ka një anije pa timon, edhe nuk si mund të shkojë, nga të shkojë, nuk e di. Edhe Bernard Shaw këtë qëllim kishte një të dikujt që ishte i irrituar. Albert Einstein e pa qëllimin e ekzistencës që ne të bëjmë të lumtur ata që na bëjnë të lumtur. Normal, njeriu është egoist, edhe i shikon gjërat në kontekstin e vet, edhe shumë njerëz të lloj qëllimi kanë. Prindit bëjnë të lumtur fëmijët, që fëmijët të bëjnë të lumtur ata, bëjnë lumtur shefin, që shefit na bëjnë lumtur me rritjen e rrogës. Gjërat vinë drejt vetes, njeriu shikon nga vetja e vet, edhe shumë e natyrshme kjo e Einsteinit. Nuk thanë një gjë të madhe shumë shkencore, por
s'kishte ku e gjende të shkenca e tij këtë gjë, nuk është në shkencë qëllimi. Një gazetar tjetër, ai thoshte s'ka kuptim jeta, hajde ta shijojmë. Mëmësisht të pali tek letrat e detyruar Korinzit, të hampim se të vdesim edhe nuk ka ndonjë gjë tjetër. Një politikan i famshëm që ishte kryeministri i parë i Indis, ai në fakt kishte kaluar kohë për të gjë dhe nuk ja kishte gjetur dot kuptimin jetës. Edhe kjo gjë kishte bezdisur shumë, e kishte rënduar shumë. Por pastaj pa një nevojë, populli i tij ishte i shfrytzuar nga anglezët, ata ishin një koloni edhe ai donte që ta lironte popullin e tij nga kolonizimi e anglezëve dhe aty e gjeti qëllimin të kjo gjë. Prandaj Durant kur përmblodhi gjitha gjërat që mori, ai briti një konkluzion që natyrshëm u vin njerëzve si konkluzion, tha nëse jeton vetëm për veten tënde, jeta herët avon do të ndihet plotësisht e pavlerë. Prandaj shumë njerëz që gjithë jetën e tyre janë munduar të arrijnë gjëra për veten e tyre, vini pikë që janë lodhur me këtë gjë, mund të kenë arritur shumë gjëra, edhe shikojnë që nuk ka kuptim kjo gjë. Pastaj kërkojnë një tjetër lloj udhëtimi, domethënë një tjetër gjë që të bëjnë, edhe shumë njerëz i kushtohen bamirësisë, shumë njerëz i kushtohen kopshtarisë, dikush tjetër merr hedh kujtimet e jetës së vet, gjejnë qëllime të tilla. Po a ka një qëllim për njeriu? Për shembull, nëse marrim blet, një gjallëse mbi tokë. Zoti i ka dhënë asaj 2-3 qëllime, që janë shumë unike për ta. Perëndia na ka dhënë një qëllim gjithashtu, por nuk e gjejmë dot duke parë të vetja jonë. Ata panë të vetja e tyre, kërkuan të gjenin qëllimin e vetja e tyre. Por nëse unë dua të di qëllimin e kësaj dhe ka marrë për herë të parë sot në botë dhe nuk e di kush është qëllimi i kësaj, do kërkoj ndonjë adresë se kush e ka prodhuar, do e pyes çfarë është kjo. Ai që e ka prodhuar të gjë e di qëllimin e kësaj pse është. Ne kemi mësuar se e përdorim, por nëse s'e kam përdorur asnjëherë, do të pyes atë pse e ke bërë këtë gjë. Edhe ne nëse shikojmë te vetja nuk e gjejmë qëllimin, por nëse shikojmë te Perëndia, atëherë ne mund të kuptojmë qëllimin e jetës sonë. Bibla thotë që Perëndia e krijoi njeriu në shëmbulltyrën e tij. Pra njeriu u krijua që të mbarti shëmbulltyrën e Perëndisë. Edhe Perëndia kishte një qëllim me njeriu, që ai të komunikonte Perëndin. Ndaj ne kemi gjëra të ndryshme që kanë imazhe të ndryshme. Mund të jenë logo të ndryshme, mund të jenë monedat që vendosim ato imazhet e personazheve historik të ndryshëm të kulturës që mund të kemi, jo në Infrashi, jo Skënderbeu. Vendosim një imazh dhe duam që të mbarti atë imazh ajo që. Perëndia e bëri njeriu në shëmbulltyrën e vet se që të komunikonte Perëndin, të komunikonte cilësitë e Perëndisë. Po njeriu për shkak të mëkatit e humbi atë, prandaj ne nuk e gjejmë sot pa Perëndin. A më lëviz pak të? Okay, po. Nuk e gjejmë dot jashtë Perëndisë. Te letra e 2 të Korinzit kapitulli 5 vargu 17, Bibla thotë që ne jemi bërë një krijesë e re në Krishtin. Prandaj nëse njëri është në Krishtin, ai është një krijesë e re, gjërat e vjetra kanë kaluar, ja të gjitha gjërat janë të reja. Kur ne vim te Jezus Krishti, duke e pranuar atë si Zot dhe shpëtimtar, duke kuptuar që jemi mëkatar të destinuar për të shkuar në ferr, në një gjykim të përjetshëm, sepse Zoti është dritë, ai është i drejtë. Ai nuk mund të pranojë pranë vetes dikë që e ka ofenduar atë duke shkelur ligjin e tij, duke vjedhur, duke lakmuar, duke sharë, duke gjykuar, duke urryer, duke përçmuar Perëndin me krenarinë e vet. Perëndia nuk mund ta pranojë në shtëpinë e tij. Kur ne shkojmë tek ai dhe e pranojmë atë si Zot dhe shpëtimtar, gjaku i Jezusit, siç kënduam sot, na pastron. Ka fuqinë edhe na bën një krijesë të re. Edhe ashtu se një prind ka në mendjen e tij një vizion për fëmijën e vet, se çfarë do që ai të jetojë, Perëndia ka një vizion për ne dhe na tregon se çfarë do që ne të jetojmë. Te një te kapitull pak vargje më sipër, apostulli Paul thotë dashuria e Krishtit na detyron sepse gjykojmë kështu që nëse një vdiq për të gjithë, atëherë të gjithë ishin të vdekur. Dhe ai që vdiq për të gjithë në mënyrë që ata që jetojnë, ta shëtutë të mos jetojnë më për veten, por për atë i cili vdiq për ta dhe u çua përsëri prej së vdekurish. Kur dikush na shpëton, ne jemi duke pësuar një shkatrim, do humbasim. Dikush na shpëton jetën. Jeta jonë i takon atij. Është e drejtë kjo gjë. Sepse po të mos ishte ai person, ne nuk do ekzistonim. Edhe ka shumë njerëz që kështu e jetojnë jetën e tyre, jetojnë në mirënjohje ndaj dikujt që ka bërë diçka për ta, të madhe. Prandaj Pali thotë dashuria e Krishtit, sepse ne u shpëtuam nga një dashuri sakrifikuese në kryq që pagoi për ne. Shikojmë këtu që ka një takim midis
qëllimit që mbritën, konkluzionin që mbritën ata 100 njerëzit e famshëm të viteve 30, me atë që na thot Pali këtu dhe ka të bëjë me të mosjetuarit për veten. Kjo është pjesa e përbashkët. Të mos jetojmë për veten. Çështja është për çfarë do jetojmë. Për çfarë do jetojmë. Gjërat në këtë botë janë kalimtare. Kurse ne jemi krijuar të përjetshëm. Edhe një qëllim kalimtar nuk mund të jetë qëllimi i dikujt që është i përjetshëm. Duhet të ketë diçka që na shoqëron me ta në kësaj bote. Edhe sot do të shikojmë se çfarë Zoti ka për ne. Ai ka një qëllim për ne. Është në Zotin Jezus Krisht. Edhe do të shikojmë 4 gjëra. Këto janë sikur ndërtohen njëra mbi tjetrën edhe kulminojnë me pikën e fundit, në pikën e 4. Gjitha së bashku janë pjesë e qëllimit të Perëndisë për ne. Por unë kam marrë disa pasazhe ku Zoti na thot përse na ka thirrur në jetën tonë, çfarë do që të bëj nëpërmjet jetëve tona. Së pari shikojmë në fjalën e Perëndisë, Zoti do që ne të ndjekim Jezus Krishtin. Do që të ndjekim Jezus Krishtin. Edhe shikojmë shumë qartë Mateu 4, Jezusi u thot dishepujve, më ndiqni do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Ata nuk ishin dishepuj, por do të bëheshin dishepuj të tij më pas. Te 1 Korintë 11, Pali thot, bëhuni ndjekës të mi ashtu si unë jam i Krishtit. Kjo është ajo që e shikojmë në fjalën e Perëndisë. Te Filipianët 3, Pali është duke e ndjekur Jezus Krishtin, edhe thot, bëhuni bashkë ndjekësit e mi. Pra hajtë ta ndjekim bashkë Krishtin. Hajtë të bëjmë bashkë në këtë gjë, të ndjekim Jezus Krishtin. Edhe këshirni thot ata që ecin kështu siç na keni ne për shembuj. Pra ne kërkojmë të ndjekim Jezusin, po e bëjmë të gjë duke parë njerëz që këmbgulin të ecin me Jezusin, të ndjekin Jezusin. Prandaj duhet jemi mirënjohës Zotit për çdo njeri që vendos që na nxit, na inkurajon që ne të kërkojmë Zotin, sepse janë si një shembull ashtu siç apostulli Paul thot. Te Luka kapitulli 9, Jezusi thot, e tha të gjitha, nëse dikush do të vi pas meje, le ta mohoj veten, të marrë për ditë kryqen e vet, edhe të më ndjek. Ndjekja e Jezusit ka një kusht që e shoqëron atë me vete. Shpesh herë me fëmijët, kur duam të bëjmë diçka, fëmijët kanë orën e lojës së tyre, edhe ne kemi orën tonë. Ndonjëherë kanë të rriturit orën e lojës dhe fëmijët kanë orën tjetër. Ndodhe kjo gjë. Por të ndjekësh Jezusin do të thotë që ti të rregullosh orarin tënd me orarin e Jezusit. Të rregullosh mendjen tënde me mendjen e Jezusit. Do të thotë që ti duhet të heqësh dorë nga ora jote. Të heqësh dorë nga vullneti yt. Edhe kjo është ai Zoti thotë të marr kryqin e vet. Dhe nëse ne ndjekim Zotin në këtë mënyrë, edhe pse nuk i kuptojmë gjërat të gjitha, edhe pse mund të mos jemi dakord me të gjitha, ne mund t'i japim Zotit nderimin që i takon, duke pranuar që ai di më mirë se sa ne. Ai mban të ardhmen, ai na ka krijuar ne, ai ka krijuar vepra të mira, thotë Efesianët 2, edhe do që ne të ecim në ato vepra të mira, por është ai që i ka krijuar. Edhe Zoti do që ne të ndjekim ato. Kjo është ajo që Zoti kërkon prej nesh. Nuk e di a është pjesë e dëshirës sonë çdo ditë që ne të ndjekim Jezusin. Por të dini, në ndjekjen e Jezusit ne mund të bëjmë planin e Perëndisë, duke kërkuar të ndjekim atë. Çfarë na thot fjala e Perëndisë? Ne kur duke ndjekur atë, ne e njohim atë. Ne mësojmë prej tij. Ai mori thot ai e mëroi 12 që të rinin bashkë me të dhe ai t'i dërgonte për të predikuar. Kur Jezusi zgjodhi të 12 dishepujt, ai thot Bibla thot i zgjodhi thot që të rinin bashkë me të. Perëndia do që të kaloj kohë me ne që ne të mund ta njohim atë. Puna e djallit është që të shtremëroj personin e Perëndisë përpara syve tanë. Gjithkohën kjo është puna e tij. Të na bëjë të nxitojmë në diçka, të mos jemi të duruar, duke ditur që Zoti është në kontroll, apo të mendojmë se Zoti është i rrept, apo gjëra të tilla që ta ndryshojnë imazhin e Perëndisë përpara nesh. Edhe Zoti do që të rrim me të, që të mund të njohim atë, të mësojmë prej tij. Te Gjoni 17:3 kemi aty thotë, kjo është jeta e përjetshme që ata të njohin ty të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezus Krishtin të cilin ti e dërgove. Ky është qëllimi që Zoti na ka krijuar, të njohim Perëndin. Edhe ai është i pasur sa ne nuk mund ta imagjinojmë në urtësi, në madhështi. Edhe Perëndia na ka thirrur që ne të njohim atë. Mund të ketë gjëra interesante që na tërheqin vëmendjen ditë pas dite, por nuk ka si Jezus Krishti. Ai mban të gjitha gjërat. Në fakt, të gjitha gjërat janë prej tij.
Nëse ka diçka të bukur në natyrë, ai është autori. Ai është autori. Filipian kapitulli 3, apostulli Paul, megjithëse ka ecur me Jezusin shumë, ka mësuar shumë për Jezusit, i ka shërbyer shumë Jezusit, ai përdor një fjalë të veçantë kur flet për njohjen e Jezusit, thot. Gjërat që ishin përfitim për mua i llogarita humbje për Krishtin, po padyshim dhe i llogaris të gjitha veç humbje për epërsinë e njohjes së Krishtit Jezus, Zotit tim. Për epërsinë e njohjes. Njohja e Jezusit Krishtit te kalon gjithçka në mendjen e apostullit Paul. Ta njoh atë, thot. Dhe pastaj thot, cilin kam pësuar humbin e të gjitha gjërave dhe i llogaris ato veç ple që të mund të fitoj Krishtin. Edhe në vargu 10 thot, të njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe bashkinë e vuajtjes së tij duke u konformuar me vdekjen e tij. Ta njoh Jezus Krishtin. Ai do që të përjetoj gjërat që Jezusi përjetoi mbi këtë tokë, ndërsa thot, dua ta njoh fuqinë e ringjalljes së tij. Jezusi është ai që u ringjall për të mos vdekur më kurrë. Edhe apostulli Paul dua ta përjetoj fuqinë e tij të ringjalljes. Në fakt ai e përjeton në ecjen e tij të përditshme. Sepse ai thot, unë jam i kryqëzuar bashkë me Krishtin, megjithatë jetoj. Nuk rroj më unë, thot, por Krishti ron në mua. Pra ai jeton çdo ditë me fuqinë e Krishtit, edhe dëshira e tij është që ta njohë Jezus Krishtin dhe është përmbi çdo gjë tjetër. Te kalon çdo gjë tjetër. Pietri na thot gjithashtu në fund të letrës së tij të dytë, thot, rrituni në hir si dhe në njohurinë e Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezus Krisht. Atij qoftë lavdia tani dhe përjetë. Amen. Rrituni në njohjen e shpëtimtarit, pse është i vetmi i denj. Është i vetmi i denj. Ai na ofron në një bashkësi. Te letra e parë e Gjonit në kapitullin e parë, apostulli Gjon është duke folur për bashkësinë që do që të kemi me Perëndin, thot, me qëllim që edhe ju të keni bashkësi me ne, dhe në të vërtet bashkësia jonë është me Atin dhe Birin e Tij, Jezus Krishtin. Perëndia na fton në bashkësi me të që ta njohim atë. Dhe ai thot në lidhje me fjalën e jetës që e pam e prekëm, po ju shpallim juve që edhe juve të keni nga jeta e përjetshme, nga Jezus Krishti, ta njihni atë. Njohja e Jezus Krishtit është zemra e dishepullit, është zemra e të bërit dishepull. Nuk bëhemi do dishepull nëse nuk e njohim Jezus, nëse nuk kalojmë kohë me të. Shikojmë radhën që Jezusi përdor në fjalën e tij, që përdor fjalën e Perëndis, i thërriti ata që të rrinin bashkë me të, dhe pastaj t'i dërgonte. Ne kemi nevojë të mbushemi me Jezus Krishtin. Nuk është çështje njohurie, por çështje të kërkuarit të Zotit. Në marrëdhënien me të, duke kërkuar në fjalën e tij, duke kërkuar në lutje. Bani mend Danielin, ai kishte parë një vizion, nuk e kuptonte atë gjë dhe ju lut Perëndis fort me shumë këmbgulje. Edhe Perëndia ju përgjigj. I dha një zbulesë që e lexojmë ne sot. Perëndia dëshiron që të kemi bashkësi me të. Edhe ai na ka dhënë frymën e shenjtë pikërisht për këtë gjë. Nuk është çështje intelektuale, është çështje të dorëzimit ndaj frymës së Perëndis. Është një marrëdhënie me të. Megjithatë, kur të vijë ai fryma e së vërtetës, ai do t'ju udhërfej në gjithë të vërtetën, sa ai s'ka për të folur nga vetja, por çfarëdo që do të dëgjoj, atë ka për të folur dhe ai do të dëftoj gjërat e ardhshme. Ai do të më përlëvdoj sepse ka për të marrë prej simes dhe do t'ju dëftoj. Perëndia na ka dhënë frymën e shenjtë. Zoti Jezus duke folur në Ungjil thotë, nëse juve që jeni njerëz të këqij, thotë, dini të jepni dhurata të mira fëmijëve tuaj, aq më tepër Ati do t'i japi dhuratën e frymës së shenjtë atyre që e kërkojnë atë. Kjo është dhurata më e madhe që njeriu mund të marrë. Është kur fryma e shenjtë vjen dhe banon atë edhe i zbulon gjëra të patregueshme. Si thot apostulli Paul, gjëra që syri nuk i ka parë, gjëra që veshi nuk i ka dëgjuar, gjëra që nuk kanë hyrë në zemrën e njeriu. Këto gjëra Zoti ka vënë më njanë për ata që e duan atë, për ata që e kërkojnë atë. A kemi ne prioritet të kalojmë kohë me Jezusin? Para disa ditësh më doli përpara një postim për George Muller, ka qenë një predikues edhe një shërbëtor i Perëndis që kujdesi shumë për jetimët, me mira jetim kanë përfituar nga kujdesi, nga sakrifica e tij në jetën e tij. Por flitej aty për jetën e tij personale me Zotin. Edhe ai kishte një eksperiencë të gjatë, 10 vjeçare, që kur gdhinte dita, kalonte shumë kohë në lutje përpara se të fillonte gjithë aktiviteti i tij. Por jo gjithmonë ishte i gëzuar dhe plot me energji dhe me zell, pavarësisht se kishte kaluar kohë në lutje. Dhe ai që kuptoi
ishte që ai kishte nevojë të ndalonte së pari, para se të fillonte me kërkesat për lutje, për gjërat që kishte përpara gjithë ditën, ishte të ndalonte dhe të sodiste Jezusin në shkrimet, në fjalën e Perëndis. Duke kaluar kohë, duke medituar për shpëtimtarin. Edhe duke bërë këto gjëra, ai gjente gëzim dhe gjente entuziazëm, pastaj kalonte në lutje që të mund të përballonte gjithë sfidat që kishte ai. Ai sikur drejtonte një qytet. Po një qytet që nuk paguante taksa. Duhet që të vinin nga Zoti kujdesi për fëmijët. Ai priste gjithkohon që Perëndia të siguronte. Edhe një gjë e veçantë për të që thuhet është që ai nuk lypi ndonjëherë. Por ai vetë këmbguli përpara Perëndis në lutje. Ishte një njeri lutjes, po kishte mbi 10 vjet që këmbgulte në lutje dhe kuptoi që ai kishte nevojë për Jezusin së pari. Bani mend Marinë edhe Martën, ato të dyja janë prezente kur Jezusi ka ardhur në shtëpi. Marta po kujdeset që t'i sigurojë ushqim, të vojë ushqim përpara Jezusit dhe gjithë mysafirëve. Edhe është e stresuar me këtë gjë. Është pak a shumë si puna e Xhorxhit që të sigurojë ushqim për njerëzit. Është pjesa e punës. E kemi këtë punë. Duhet ta bëjmë këtë punë. Por çfarë bën Maria? Maria qëndron te këmbët e Jezusit, edhe syt, veshët e saj, fytyrët e saj janë të drejtuara drejt Jezusit. Dhe ajo po merr gjithçka që Jezusi po thotë. Edhe Jezusi thot për Marien, ajo zgjodhi pjesën më të mirë. Asaj nuk do t'i hiqet. Perëndia do që ne të jemi shërbëtor, do që të jemi sakrifikues, pa ai do që të takojmë atë së pari. Të mbushemi nga ai, pastaj ta kemi broken plot, që të mund ta derdhim diku tjetër. Por nëse ne nuk mbushemi nga ai, nga personi i tij, atëherë nuk do kemi energji, fuqi. Edhe kur të jemi duke u përplasur me situata të ndryshme, do luftojmë me mishin, nuk do luftojmë me frymën e shenjtë. Do luftojmë sipas natyrës njerëzore. Nuk do jetë mbushullia e Zotit në ne. Le të kemi këtë lloj qëndrimi. Davidi gjende kënaqësi në prezencën e fjalës Perëndis, më shumë se sa po të kishte mirë amoni dhe ari. Perëndia do që ne të mbushemi me të. Nëse jemi neglizhent ndaj kohës me Zotin, ndaj të qëndruarit përpara Tij, le ta kërkojmë me gjithë zemër ta takojmë Jezusin. Të mësojmë prej Tij. Ai erdhi në botë që të kërkojë dhe të shpëtojë atë që ishte e humbur. Njëri prej tyre jam unë, një prej tyre je ti. Ai erdhi vetë që të na kërkojë dhe të na shpëtojë. Sepse është një Zot me një zemër shumë të madhe. Ai ka shumë për t'i thënë gjithë secilit prej nesh. Ka dashuri edhe përkujdese për gjithë secilin prej nesh. Pietri thotë mos u shqetësoni, por merakun tuaj hidheni mbi të, sa ai merakoset për ju. Ne nuk jemi jashtë radarit të Zotit. Jemi në dorën e Tij. Puna është, a i ngrim syt lart? Apo jemi të zënë, të zgjidhim gjërat? Apo të hedhim kërkesat para Zotit, duke menduar se është një gjë mekanike aty që i hodhëm ato tani dhe prit të vinë përgjigjet e lutjes. George Muller ishte njëri shumë i veçantë. Në një jetë suksesshme me ndikim shumë të madh, me shumë njerëz që u bekuan, ishte njëri i lutjes. Edhe Zoti siguroi ushqim për gjithë ata njerëz për shumë vite. Megjithatë ai tha, unë nuk e kisha bërë prioritetin e tur. Unë kuptova që kisha nevojë të kënaqesha me Jezusin para se të bëja gjëra të tjera. Ne kemi nevojë ta njohim Jezusin. Kur ne ndjekim Jezusin, ne bëhemi si Jezusi. Kur ne rrim shohim Jezusin, ne transformohemi nëpërmjet Jezus Krishtit. Ai na ndryshon, na transformon. Edhe ky është qëllimi pse Zoti na ka thirrur në mbretërinë e Tij. Ata të cilët i paranjohu, thot, edhe i paracaktoi që të konformohen në shëmbëllimin e birit të Tij, që ai të jetë i paralindur ndër shumë vëllezër. Ky është një nga valët kryesorë që ne kemi në mendje kur mendojmë për qëllimin që Perëndia ka për ne. Perëndia krijoi Adamin në shëmbëllimin e vet dhe ai shëmbëllim u prish për shkak të mëkatit. Tani në Jezus Krishtin ne mund të bëhemi përsëri në shëmbëllimin e Perëndis, në shëmbëllimin e birit të Tij që është vetë imazhi i Perëndisë së lavdishëm. Është dukja e Perëndisë së padukshëm. Është unjami që na u shfaq ne, që erdhi. Ky është qëllimi i Perëndisë, të bëhemi si Krishti. Tani këtë punë Perëndia që ka nisur, thot Filipianët, do ta mbarojë. Ne do t'i ngjajmë Krishtit plotësisht. Puna është kur ne fusim pak, më shumë përpjekje, më shumë mohim ndaj vetes. E kërkojmë me zell Zotin që ta njohim atë, që të ndryshohemi prej Tij sot në këtë botë, ne do kemi më shumë gëzim atë ditë kur ta takojmë Zotin. Pse?
Se nuk do ta shikojmë atë si një të huaj. Por do të takojmë atë si ai person të cilin zemra jone dëshiron. Edhe e pret me gëzim që ta takoj, pse se e njeh atë. Edhe di që ai e njeh, të njeh ty, më njeh mua. Edhe ai na do dhe kujdeset për ne. Kur ne ndjekim Jezus Krishtin, ne do të bëhemi si ai, dhe Zoti do që të transformohemi tani ditë pas dite. Fëmijët e mi të vegjël thot për të cilët shtërzoj sërish në lindje derisa Krishti të formohet në ju. Unë mundohem, thot, si mdhimjet e lindjes, thot Pali. Mundohem për ju, thot, derisa Krishti të formohet në ju. Ju të ngjani edhe më shumë Krishtit. Pse? Se njëri që ngjan edhe më shumë Krishtit, është Krishti që bën gjithçka nëpërmjet tij. Edhe ai është shumë më i pavarur. Është si një fëmijë që është rritur tashmë, nuk ka nevojë më për dikë që të kujdeset për të. Edhe ky është qëllimi Zoti na ka dhënë, që të bëhemi të ngjashëm me Krishtin, të rritemi, të mos jemi foshnja, por të jemi të rritur, të jemi të pjekur. Perëndia do që të bëhemi të ngjashëm me Jezus Krishtin. Në Efesianët kapitulli 4, apostulli Paul thotë, vishni njeriu në ri, i cili sipas Perëndisë është krijuar në drejtësi dhe shenjtëri në të vërtetë. Është një angazhim i jon i përditshëm që të kërkojmë të njohim Krishtin, edhe të bëhemi si ai, ta veshim njeriu e ri. Perëndia na ka krijuar një krijesë të re, edhe ai dëshiron që të shfaqet ditë pas dite. Apostulli Paul prapë te Filipianët 3 që përmend pak më parë, ta njoh atë, edhe të konformohem, të bëhemi ngjashëm me të, të konformohem. Ajo ishte sakrifica sublime e Palit, që jetën e tij ta vinte në dispozicion të Krishtit, që edhe nëse duhet të vdiste për Krishtin, ai dëshiron të ta bënte këtë gjë me kënaqësi. Edhe në fakt, Perëndia ja dha këtë privilegj ndryshe nga shumë të tjerë, sepse ai u vra me gur, pastaj Perëndia ringjalli, edhe u ngrit, edhe shkoi dhe u fut në qytet aty ku e kishin vrarë me gur. Perëndia ja dha këtë privilegj Palit. Kaq shumë e dëshironte ai dhe ishte dëshira e tij ta shikonte fuqinë e Krishtit, edhe Perëndia ja dha këtë gjë. Po kur erdhi koha pastaj, vdiq, në Rom, edhe Perëndia e priti pastaj në lavdi lart ndërsa doli përpara Zotit. Perëndia na ka dhënë këtë privilegj që ta njohim Krishtin dhe të transformohemi nëpërmjet tij. Pjetri dhe Gjoni të kalonin kohë me Jezusin, shkoi dhe u predikojnë atyre që e kishin vrarë Jezusin, edhe u flasin me atë autoritet. U flasin me siguri. Ata e dinë që Jezus Krishti është Zot. Dhe këta kur dëgjojnë Pjetrin dhe Gjonin, thonë, thonë që ata kishin qenë me Jezusin. Kur e lexojmë Biblën që na tregon këtë gjëra, le të mos e shikojmë si diçka që i takonte Pjetrit dhe Gjonit. Jezusi e ka vënë atje për të na folur neve. Ai do që ne të jemi me këtë lloj fuqie të brendshme. Kur flasim me njerëz, kur qëndrojmë për drejtësi, kur ndajmë ungjillin, kur komunikojmë njerëzve. Ky është qëllimi. Ndjekim Jezusin, ta njohim, të bëhemi të ngjashëm me të, dhe kjo kërkon vërtet që ne të mohojmë veten tonë ditë pas dite. Të lejojmë frymën e shenjtë që të na ndryshojë. Të bëhesh i ngjashëm me Jezusin do thotë që kur Jezusi thotë që jo, kjo është kështu, edhe ti mendon se është ashtu, ti të vesh edhe ta konformosh mendjen tënde me mendjen e Jezus Krishtit. Kini në ju atë mendje që ishte në Jezus Krishtin, thotë apostulli Paul te Filipianët. Së treti, duke ndjekur atë që na thot Mateu kapitulli 4, ndjekim Jezusin, pse që të bëhemi peshkatar si ai. Të bëhemi si ai në karakter, por të bëhemi misionar si ai. Të bëjmë atë gjë që ai bëri këtu ishte mbi tokë dhe të cilën na ka thirrur ta bëjmë. Më ndiqni, thot, do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Jezusi i mori ata, qëndruan bashkë me të dhe pastaj filloi t'i dërgonte ata. Ndërkohë që i dërgonte, ktheheshin ata shikonin se si Zoti i përdorte, Jezusi i korrigjonte ca gjëra atyre. Edhe derisa erdhi koha që ai pastaj i dërgoi. Ata ishin gati. Edhe mbas ringjalljes u dha shumë mësime që nuk u kishte edhe më parë, u dha përsëri, u kujtoi shumë gjëra që ata të kishin sigurinë që ajo që ndodhi me Jezusin ishte plani i Perëndisë së përjetshëm. Të gjitha gjërat që u shkruan në dhjetën e vjetër për Jezusin të përmbushën, ata i pan këto gjëra dhe ishin gati të shkonin. Por ata duhet të qëndronin me të, ta njihnin edhe pastaj të shkonin të bëheshin peshkatar njerëzish. Nëse duam që të shërbejmë Zotit, kemi nevojë që ne të jemi aty ku Zoti do që të jemi. Aty ku jam unë, do të jetë ai që më ndjek mua. Zoti na do që të jemi në adhurim së bashku.
Zoti na do që të jemi duke kërkuar ta njohim atë në fjalën e Tij. Zoti na do që të kemi bashkësi me njëri tjetrin. Të ndajmë jetët tona me njëri tjetrin. Të përfshihemi në dishepullizim, qoftë për të marrë, qoftë për të dhënë. Edhe ai do të na trajnojë, dhe ndërkohë ne jemi duke u bërë peshkatar njerëzish. Nuk ka një formulë që bëhet për 24 orë. Është vetë jeta e Jezusit që fillon edhe mbush jetën tonë, edhe na bën gjithnjë më të ngjashëm me veten e Tij. Apostulli Paul ka diçka në dëshminë e tij kur flet për Izraelin, që kur e mendon thua, po si ka mundësi? Ai thotë, unë jam gati të jem vetë i mallkuar për hir të fisit tim Izraelit, që të mos shkojnë ata në ferr, unë dua vetë të ndahem nga Krishti, ta marr dënimin e tyre. Kjo është mënyra se si ai mendon. Tani ai nuk mund ta bëjë këtë gjë për ta. Pse? Se e ka bërë Krishti. E mori Krishti mallkimin e tyre. Pra ai do të tregoj se sa shumë ai i do ata. Kur Krishti na ndryshon, na bën të ngjashëm me veten, ne do kemi një barë për të humburit. Së pari për fisin ton, pastaj për ata të tjerë që nuk i njohim. Zoti do që të na transformojë me këtë qëllim. Të ngjajmë atij, por gjithashtu ne të shikojmë jetët e njerëzve që na rrethojnë ashtu si Zoti i shikon. Dishepujt tek Gjoni kapitull 4 ishin të shqetësuar për ushqimin. Thoshin, kush i dha Jezusit për të ngrënë? Jezus dha, unë kam një ushqim ta që ju se dini, vullneti i atit. Ata kishin mendjen të gjërat e përditshme. Edhe Jezusi thotë, të korrat janë gati. Jezusi është përpara, ai kishte shkuar në fshatin e Samarisë, ai e dinte se çfarë do shkonte në mendjen e tij. Ai dinte se çfarë do bënte, dinte se kush do shpëtojë atje. Dhe u thotë dishepujve, të korrat janë gati. Ai po jep atyre të menduarit që ai vetë ka. Edhe do të na thotë neve sot, të korrat janë gati, njerëzit po presin të dëgjojnë ungjillin. Pse e ke lënë veglën e punës? Pse e ke lënë draprin për të korrur? Shko në ar, bëje punën e Zotit. Ai na transformon që të jemi peshkatar njerëzish. Luka 19, biri i njeriut ka ardhur të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur. Pse jemi ne këtu sot? Pse jam unë këtu sot? Të kërkojë dhe të shpëtojë atë që është i humbur. Nëse e dim vërtet që jemi shpëtuar, nëse e dim vërtet që jemi rinë shkruar në librin e jetës së Change-it, besoj se jemi mirënjohës. Zoti thot, atë që more tani, shko çoja dikujt tjetër. Kjo është mënyra se ne mund të shprehim mirënjohjen. Jo vetëm me këngët e bukura që këndojmë, edhe vërtet mund të adhurojmë Zotin në frymë edhe të jemi plotësisht atij gjë, por Zoti do që ne të adhurojmë duke çuar fjalën diku tjetër. Të jemi aty ku është ai bashkë me të. Pali të letrave të Tetuar Korinësve kapitulli 9, ai tregon se si ai bëri gjithçka për të gjithë njerëzit që të mund të fitojë sa më shumë njerëz. Edhe Jezusi bëri gjithçka. Ai që nga mëngjesi deri në darkë duke predikuar mbretërinë e Perëndisë. Edhe gjithkohën shërbente njerëzve. E kërkuan samaritanin, thanë hajde rri me ne, ai shkoi të rrinte me ta, ndau me ta. Shkoi te Zakeu, hyri në shtëpinë e Zakeu. Ky është qëndrimi i Jezusit. Ai u afrohet njerëzve mëkatar që janë të humbur dhe u sjell atje shpëtimin. Në shtëpinë e Zakeut, ai thot, shpëtimi i ka hyrë sot në këtë shtëpi, sepse edhe ky njeri është biri i Abrahamit. Zakeu kishte besuar në zemër për Jezusin. Kishte besuar që është Mesia, edhe ishte i mbushur plot me gëzimin e shpëtimit. Por Jezusi ju afrua Zakeut. Zakeu ishte njeri në kërkim. Hipin majt pemës, kërkonte, të gjente kuptim për jetën e tij. Kalon Jezusi dhe i flet Zakeut. Perëndia na ka lënë ne gjymtyrët e tij në këtë botë që të flasim njerëzve. Ti pyesim, siç pyeti Filipi e nukun e Etiopas, a e kupton ti atë gjë? Ti pyesim njerëzit, a e di? Pse ndodhin këto gjëra në jetën tënde? Apo pse je këtu? A e di se çfarë Zoti ka për ty? A e di sa Zoti të do? Ti afrohemi njerëzve siç Jezusi u afrua. Edhe ai ndau ngjillin me ta. Le të kemi këtë mendje në zemrën tonë. Le të kemi këtë lloj qëndrimi. Le të marrim dy fletushka me vete. Le të ngrihemi në mëngjes me këtë qëndrim. Unë jam këtu për një arsye që nuk ka të bëjë me të bërit e punës mirë sot. Me të shkruar në orar, me të kthyer nga orari. Ajo është një pjesë e rutinës tonë, por nuk është qëllimi jon pse jemi atje. Sepse ajo është gjë shumë kalimtare. Njerëzit kanë nevojë për Jezusin. Nuk e dim si Zoti mund të na përdorë. Asnjëherë. Nuk e dim kush është duke këllëthitur në zemër, o Zot ku je, dua të njoh. Prandaj ne do ta mbjellim farën.
Mbille, thot fjalën, sot Zoti. Nuk e di se kush do të mbijë dhe kur do të mbijë, po ti mbille fare. Të jemi dëshmitar të Jezus Krishtit, të ndjekim Krishtin, bëhemi dëshmitar të Jezus Krishtit. Ne duam të tregojmë njerëzve se sa i mirë është Zoti ynë. Njerëzit kanë fe të ndryshme, që përpiqen të nderojnë, të respektojnë, me shpresën që do fitojnë miratimin e Zotit. Nuk e kanë një Zot të mirë, nuk e dinë çfarë është mirësia e Zotit. Ne kemi një Zot të mirë, saqë dha veten e tij në kryq për ne mëkatarët. Aq e madhe është mirësia e tij. Lejoj ta tallnin, ta përçmonin, ta pështynin, ta rrihnin, ta hitin në shesh, ta trajtonin më keq se sa një keqbërës. Ai është Zoti, ne jemi për të dëshmuar atë. Veprat e apostujve Zoti thotë, ju keni për të marrë fuqi pasi fryma e shenjtë të vijë mbi ju dhe do të jeni dëshmitarët e mi si në Jeruzalem dhe në gjithë Juden dhe në Samari dhe deri në skajt e fundme të dheut. Perëndia na ka bërë përfaqësuesit e tij të dëshmojmë për ta. Nuk do që ne të jetojmë thjesht për një imazh toksor, për një qëllim toksor. Ai do që të komunikojmë Krishtin, të komunikojmë atë. Te 2 Korintë kapitulli 5 apostulli Paul thotë, tani pra ne jemi ambasador për Krishtin, si t'ju ishte përgjëruar Perëndia nëpërmjet nesh, po ju lutemi në vend të Krishtit, pajtohuni me Perëndin. Çfarë të komunikojmë njerëzve? Në Krishtin ka falje. Në Krishtin ka shpëtim. Pajtohu me Zotin sot, që ai të ofron mundësinë për të pajtuar. Sepse një herë që del në gjyq me të, nuk ka mundësi që të kthehesh mbrapa. Ky është lajmi i tmerrshëm për njerëzit që neglizhojnë Krishtin sot. Ata do të takojnë atë një ditësi një gjykatës të drejtë, edhe nuk ka mundësi për shpëtim. Ashtu si Esau qau dhe u pendua se humbi bekimin, humbi të drejtë në parë të birinisë, edhe qau dhe u pendua, por nuk gjeti mundësi që të merrte zgjidhje për situatën e tij. Ashtu dhe njerëzit. Prandaj ne sot kemi nevojë të thrasim atyre, pajtohu me Perëndin. Pajtohu. Unë e di mirë që Krishti jeton. Unë e di mirë që ai do të kthehet si gjykatës. Vepra 17 na thotë që Perëndia Krishtin ka caktuar si gjykatës të gjithë njerëzve. Pse? Sepse ai jetoi në një jetë në këtë botë pa mëkatuar. Dhe ai ditën na thotë çfarë do të thotë të jetosh një jetë pa mëkat. Nuk na e thot dikush tjetër. Mund të pyesim këtë duam rrotullnesh, të gjithë do e kenë diçka që ka brerë ndërgjendja në jetën e tyre. Sa më shumë, sa më pak. Prandaj ai do të gjykojë njerëzit me drejtësi, ne kemi nevojë të dëshmojmë atyre. Letra e parë e Pjetrit kapitulli 2 ka një varg shumë të bukur. Por ju jeni gjenerat e zgjedhur, prifërim mbretërore, kombi shenjtë, popull i përvetshëm, me qëllim që të dëftoni haptas lavdërimet e atij që ju ka thirrur nga errësira në dritën e tij mahnitse. Të dëshmojmë haptas. Njerëzit kanë pasione të ndryshme. Kanë gjëra për cilat janë krenar. Mund të ketë një arritje të skuadrës së futbollit, të kujtun, bashkia ka bërë sa gjëra të mira, kurse ne si fshat kemi bërë një rrugë të re, çfarë do gjëra të mira që bëjnë njerëzit në këtë botë. Edhe mburren e lavdërohen me ato gjëra. Shumë mirë, lumë si ata. Lumë si ne për gjërat e mira që mund të kemi. Kemi arritur diçka. Por thot, dëftoni haptas lavdërimet e atij që ju thirrë nga errësira në dritën e tij të mahnitse. Në dritën e tij mahnitse. Bibla na tregon tek Kolosianët që Perëndia na nxori nga pushteti i errësirës dhe na vendosi në mbretërinë e birit të tij, në cilin kemi shpengimin dhe faljen e mëkateve. Pushteti i errësirës i mban njerëzit në padije ndaj Perëndisë, derisa të vikoa që ata të shkatrohen plotësisht në ferr. Kurse Jezusi me anë të ungjillit të tij të lavdishëm na ka hapur syt, na ka vendosur në mbretërinë e birit të tij. Edhe cili është plani i Perëndisë për ne? Asnjë gjë më pak se sa vetë trupi i lavdishëm i Jezus Krishtit. Filipianët na thotë që do të marrin një trup të lavdishëm si trupi i Jezus Krishtit. Ai përshkroi qiejt, brenda 24 orëve, në një çast ka përshkruar qiejt. Ai nuk vdes kur. Perëndia këtë ka vendosur më njanë për bijtë e tij. Sepse i pëlqeu. Se i pëlqeu. Dëshiron të na japë mirësinë e tij. Këtë thotë Efesianët 2. Në kohat që do të vinë, epokat që do të vinë, të mund të flasim për mirësinë e Zotit. Por ne kemi mundësinë të hapim gojën e shkret sot. Të flasim sot.
Ka gjëra të mira që mund të flasim, edhe dërdollitim gjithkohon, por të flasim për Krishtin. Flasim për shpëtimtarin, për lavdinë e tij. Asnjë gjë nuk mund të krahasohet me lavdinë e tij. Gjoni kishte qëndruar me Jezusin 3 vjet e gjysmë, edhe kokën e kishte mbështetur zemrën e Jezusit. Kur e takon Jezusin, në frymë që merr zbolesën, librin e zbolesës, e shikon Jezusin me syt që janë si flak që depërtojnë, me gojën që është si një shpatë mpret, me këmbët që janë të zjarta. Edhe gjoni bie si i vdekur. Ky është Jezusi i lavdishëm. Po për ne që e kemi besuar dhe e njohim, është Ati i dëmshur. Është Perëndi i dashur. Është ai që vuan bashkë me ne. Pali thot, mua më lan, vëllezërit e lanë, e braktisën, por Perëndia qëndroi me mua, tha. Më dha fuqi tha në kohën më të vështirë. Edhe unë vazhdova ta bëj punën, ta ndaj ungjillin. Perëndia na ka dhënë Jezus Krishtin, edhe ai është mbëshullia jonë, edhe ai do që ne ta dëshmojmë, ta shpallim atë. Njerëzit ta dinë që ne i përkasim Krishtit. E ta dinë që ne jemi të gëzuar që i përkasim Krishtit. Jo se të krishterë që ankohen. Pali thot, mos u ankoni. Mos murmurisni. Zoti është afër. Ai do rregulloj të gjitha. Edhe ne do na vi keq që u shqetësuam për gjëra që s'duhet të shqetësoheshim. Ndërkohë të korrat presin njerëzit të dëgjojnë ungjillin. Perëndia dëshiron të dëshmojmë atë. Çfarë dëshmon jeta jonë sot? Kujt e shërbejmë? Për çfarë na mbajnë njerëzit? Për çfarë na dinë njerëzit? Pali thot, të na llogarisë çdo njeri thot si shërbyesit e Krishtit, përgjegjësit e mistereve të Perëndisë. Pra Zoti do që kur ne të na shohin njerëzit të mendojnë për ne, të mos mendojnë thjesht që ai është punojësi më i mirë i ndërmarrjes. Ose ai është një mik i mirë. Ai sakrifikon gjithmonë për të tjerët. Ti mendojnë të gjëra. Por të thonë, ai do kaq shumë Jezusin sa është gati ta mohojë veten e tij për të ndihmuar të tjerët. Ti je gjithmonë i drejtë. Edhe nëse duhet ta humbas veten e punës apo ka një situatë vështirë, ai qëndron. Pse? Sepse ai e do Jezusin. Kjo është shumë e rëndësishme. Se njerëzit për Jezusin kanë nevojë, jo për neve. Ne nuk janë dëshirojnë të shumë jetën e tyre. Vetëm sikur të jemi mjekë dhe të japim ca ditë të tjera dikujt, prap pushtojmë ditët e kësaj jete njerëzve. Po janë shumë të parëndësishme në perspektivën e përjetësisë. Ata kanë nevojë për ungjillin e Jezus Krishtit. Apostulli Paul thotë, unë vendosa të mos di asnjë gjë tjetër përveç se Krishti dhe atë të kryqëzuar. Nuk erdha me dituri njerëzore. Pali ishte kokë. Ai ishte shumë jaft. Por ai shkoi me ungjillin. Pse? Sepse është puna e Likut t'i gatroj njerëzit me njerëzit. Kurse puna e Perëndisë është t'i shiroj njerëzit me dritën e ungjillit. Prandaj kemi nevojë të njohim misteret e fjalës së Perëndisë, të dimë çfarë plani ka Perëndia. Çfarë do bëj ai? Edhe të mund t'ua komunikojë njerëzve, por në radhë të parë që ai na afron të gjithëve shpëtimin falas me anë të Jezus Krishtit. Kisha disa vargje aty më mbrapa që nuk i komentova, po janë pasazhe shumë të fuqishme që tregojnë që një besimtar në këtë jetë duhet të komunikojë bukurinë e fjalës së Perëndisë me jetën e tij. Që njerëzit të shikojnë që ne jetojmë kështu, pse? Sepse Bibla na jep dritë. Edhe këtë Zoti i tha Izraelit në dhjetën e vjetër, që jo kam dhënë ligjin që njerëzit kombe të dinë se çfarë kombi është ky, që ka një ligj kaq të lartë. Perëndia na ka dhënë fjalën që jeta jonë të dëshmojë Krishtin, të jetë një dritë për Krishtin. Le të na mbajë njerëzit si shërbëtorë të Jezus Krishtit. Të japim fryt për Perëndin. Ky është qëllimi që Perëndia ka për ne. Të japim fryt për të. Te Luka kapitulli 13 tregon shëmbëtyrën e dikujt, një zotërie që kishte mbëltuar një pemë fiku në vreshtin e tij, thotë, dhe ai erdhi dhe kërkoi fryt në të dhe nuk gjeti asnjë. Atëherë i tha vreshtarit të vreshtit të tij, ja këta 3 vjet vije kërkoj fryt në këtë pemë fiku dhe s'gjej asnjë. Prije, pse ta zër kot tokën? Dhe ai duke përgjigjur tha, Zot, lër edhe këtë vit sa të gërmoj për qark e ta pleroj, dhe nëse prodhon fryt mirë, por nëse jo, atëherë pas kësaj prije. Bibla krahason njerëzit me pemt. A shumë i qartë. Psalmi 1 tregon që një njeri që mediton në fjalën e Perëndisë, kërkon fjalën e Perëndisë, është si një pemë e mbjell në buzë të ujrave. Ajo ka gjallëri, nuk është larg ujit. Gjallëria është fjala e Zotit.
është fjalë e gjallë. Po në këtë histori shikojmë se si vjet në pikpyetje, pse do të rri një pemë kot nëse nuk ka fryte në të. Çfarë funksioni bën? Ndoshta ajo toka që ka zënë ajo mund të shërbejë për diçka tjetër. Mund të mbillet një pemë tjetër që jep fryt. Kjo është shumë e natyrshme tek ata që kanë një kopsht, kanë një vresht. Presin diçka që nuk jep fryt. Por Perëndia na tregon këtë gjë për mëshirën e tij. Thot shërbëtori, thot lere edhe pak, thot Zot. Se ndoshta jep fryt vitin tjetër. Edhe ajo që ka për Zoti për ne sot, nëse kemi munguar në fryt për lavdinë e Perëndis, Zoti thot, më lejo mua që të jap fryt nëpërmjet teje. Ai do të japë fryt nëpërmjet nesh. Por ne duhet ta vëmë veten tonë në dispozicion tek ai. Te Gjoni kapitulli 15, Bibla na tregon që Jezusi na ka caktuar që të shkojmë të japim fryt, edhe fryti ynë të jetë i qëndrueshëm. Të kemi një fryt të qëndrueshëm. Nëse shërmendi qëndron në hardhin, ai jep fryt. Nëse nuk qëndron në hardhin, ai nuk jep fryt. Dhe në këtë pasazh Jezusi tregon lidhjen që duhet ketë një besimtar me Krishtin. Të qëndrojmë, të tanjojmë, të mbushemi nga ai që të mund pastaj të shfaqet jeta e Krishtit nëpërmjet nesh. Edhe këtë na tregon tek Gjoni kapitulli 15, po ai na ka caktuar, është caktimi i Zotit për ne që çfarë kuptimi t'i japim jetës sonë. Jo caktimi për në parajs. Caktimi për parajs ai na ka dhënë nëpërmjet Ungjillit, që kushdo që beson Jezus Krishtin, ai e cakton atë për të shkuar në parajs. Edhe ne zgjedhim ta porulim zemrën tonë ndaj Ungjillit Jezus Krishtit, apo të mbajmë fen tonë, apo bindjet tona. Kurse këtu tregon se çfarë funksioni, çfarë do Zoti që të bëjë një besimtar. Edhe është një çështje marrëdhënie. Është një çështje marrëdhënie. Keni parasysh ato pemët plastike? Ndonjëherë shkojmë nga larg dhe nuk e dim a është pemë e vërtet apo jo, po duket shumë e bukur për të qenë e vërtet, ndoshta e kanë ngjyrat shumë plota. Kur i afrohemi, edhe shkojmë që ka plastike themi. Por nuk e di, mbase ndonjë nga juve ka këtë gjë po. Nuk mendoj se shumë prej nesh kur qëndrojnë afër një pemë plastike kanë një emocion të madh. Mbase mendojnë atë fabrikën e Kinës që e përdoi atë plastikën edhe sa do të bukura të lyhen ato, me çfarë do gjëje të bëhen. Por kur qëndrojmë afër një pemë që Zoti e ka dhënë edhe është e mbushur me fryte dhe ka gjallëri, atëherë ndjejmë kënaqësi. Është jeta e vërtetë. Ne mund të kemi dëshminë që Zoti do. Kur ne jetojmë me Krishtin, edhe jemi shërmendi që qëndron në ardhin dhe kemi një marrëdhënie të vërtetë me Jezusin. Jo diçka si shkolla e natës, që shfaqemi në kish njëherë në shkollë, edhe mendojmë se do ndodhi diçka. Kemi nevojë ta kërkojmë Zotin çdo ditë. Të kemi një marrëdhënie me të. Thotë të sillni thot në jetë fryt. Kështu ka qenë në përkthimin e vjetër? Ha? Të sillni në jetë fryt. Ai që dua të theksoj me këtë fjalë, mendoj se nuk ka qenë kështu në tekstin, në lajmin e mirë. Është që është një çështje jete. Nuk është një çështje intelektuale. Është kur ka një gjallëri të Zotit në ne. Atëherë ne mund të japim fryt për Perëndin. Kur gjallëria e Krishtit është në ne. Të sillni një jetë fryt dhe frytet të qëndroj. Romakët kapitulli 7 na jep një ilustrim tjetër shumë të bukur për marrëdhënien që duhet të kemi. Aty thotë ne ishim në Romakët 7 ne ishim të lidhur, të martuar me ligjin. Edhe ishim të nënshtruar ligjit, ishim të kushtëzuar nga ligji. Dhe ligji na gjykon sepse ne e kemi shkelur. Por nëse ne vdesim përpara ligjit, atëherë puna e ligjit ka mbaruar ndaj ne, se vdiqëm. Edhe Pali thotë, ta lexoj vargun. Prandaj vëllezërit e mi thotë, edhe ju jeni bërë të vdekur për ligjin me anë të trupit të Krishtit, që të martoheni te një tjetër pikërisht tek ai i cili është ringjallur prej së vdekurit, që të sjellim fryt në jetë, të sjellim në jetë fryt për Perëndin. Perëndia na ka ndarë ne nga ligji i rregullave, që ne dështuam ta mbanim, na ka bashkuar me Krishtin, që ashtu si një grua bashkohet me një burr që të japi fryt, të ketë jetë prej tyre, ne duke u bashkuar me Krishtin, të shfaqim nga natyra e Krishtit në jetën tonë. Që njerëzit të shikojnë cilësitë e Jezusit, që njerëzit të njohin Jezusin nëpërmjet nesh. Edhe kjo është ajo që thotë, edhe kjo është gjë më e urtë që ne mund të bëjmë. Fjalë të urta kapitulli 11, na thotë fryti drejt si bërsit është një pemë jete, dhe ai që fiton shpirtra është i urtë. Kjo është urtësia jonë. Të japë një fryt që nderon Perëndin, që lavdëron Perëndin. Edhe kjo do ndodhi vetëm nëse ne fjalën e Perëndisë e marrim për zemër.
te letra e parë e Lukës e kapitulli 2, apostulli i parë thotë që fjala e Perëndisë thotë gjithashtu vepron efektshëm në ju që besoni. Ata e pranuan fjalën e Perëndisë me shumë seriozitet, edhe ajo filloi të ndryshojë zemrat e tyre. Kur ne jemi serioz ndaj fjalës, fjala do bëjë një punë serioze në ne. Kur ne nuk jemi serioz ndaj fjalës, fjala nuk do të mund të shfaqet nëpërmjet nesh. Le t'ja nështrojmë veten tonë frymës së shenjtë që ai të bëjë punën e tij në ne. Te Gjoni 15 vargu 8 Jezusi thotë, kështu thotë, do të jeni dishepujt e mi. Qofse keni për zemër të jeni dishepujt e Jezusit, do të bëhemi dishepujt e Jezusit kur ne të jemi duke shfaqur frytin e tij në jetën tonë. Duke sjellë në jetë fryt nga Jezusi Krishti në jetën tonë. Atëherë ne mund të quhemi dishepujt e Jezusit. Kjo shfaqet në karakterin që ecën mbi këtë tokë si Jezusi. Kjo shfaqet në ndikimin që kemi te jetët e të tjerëve që u sjellin bukën e jetës. U çojmë Jezusin. Kjo është mënyra si shfaqet Krishti nëpërmjet nesh, fryti i tij. A jemi dishepujt e Jezusit Krishtit? Çfarë fryti kemi në jetën tonë? A e kuptojmë që Zoti po na transformon edhe ne jemi ndryshe? Edhe nuk i konsiderojmë gjërat e kësaj bote, por çmojmë shumë shpirtat e njerëzve, shenjtërimin në jetën tonë, të takojmë Zotin, të adhurojmë së bashku, të mbushim me Jezus Krishtin. Kjo është të kesh fryt në jetën tënde, të transformohesh. Apo ka gjëra që na pengojnë që të kemi fryt në jetën tonë, sepse kemi shqetësime, kemi të dhënë mbas lakmimeve të botës. Nuk kemi duke u thelluar në fjalën e Perëndis. Nuk kemi duke kërkuar Zotin. Apo jemi krenar. Jemi krenar. Në një moment Jezusi vajte të lante këmbën e dishepujve, edhe Pietri tha, jo, tha, të më lash ti mua. Pietri në atë kohë mbase mendoi se po tregonte nderim ndaj Zotit. Por në fakt refuzoi vullnetin e Zotit në atë moment. Pastaj Zoti e ndihmoi dhe ai ndryshoi mendjen e tij dhe e lejoi Jezusin t'ia lante këmbët. Çfarë qëndrimi kemi ndaj zërit të Zotit? A mendojmë se jemi të ditur? Pali thotë, nëse mendojmë se jemi të ditur, nuk dim asnjë, nga sa ne kemi nevojë të dim. Ajo dituria nuk na ndihmon, por është dashuria. Le të lejojmë Zotin, ai dëshiron që të ndryshojë jetën tona. Le të qëndrojmë në të. Okay. Së fundi, një herë që jemi duke i bërë këto gjëra, ne jemi duke i dhënë lavdi Perëndis. Edhe ky është qëllimi për cilin Perëndia na ka nxjerr nga kjo botë. Ai e nxori Izraelin nga Egjipti dhe e çoi në tokën e premtuar që t'i bënte një emër vetes. I bëri një emër vetes kur i nxori nga Egjipti dhe i bëri një emër vetes sepse mbretëresha e Shebës erdhi nga vendi i saj të takonte Solomonin. Edhe ajo nuk lavdëroi Solomonin, por lavdëroi Perëndinë e Solomonit. Ajo e kuptonte shumë mirë që nuk ishte prej Solomonit, por ishte prej Perëndisë së Solomonit. Edhe Jezusi kur erdhi në tokë tha, këtu është një më i madh se sa Solomoni. Vetë Jezus Krishti Zoti. Perëndia na nxori ne, ashtu si nxori Izraelin na nxori ne, pse? Që t'i japim lavdi atij. Romakët 15 na tregon këtë gjë. Disa herë përmendet fjala që ta përlëvdojmë Perëndin, sepse ai na ka shpenguar me një shpengim të fuqishëm. Mendoni Izraelin, ata ishin në vujtë të mëdha në skllavërinë e Egjipt. Edhe mes shenjash dhe mrekullisht Perëndia i nxori. I mbajti gjallë në shkretë të tjerë, i kaloi në mes të detit. Ata kishin diçka për të treguar. Perëndia i ka bërë për ne këto gjëra në mënyrë të fuqishme, duke shkëputur nga kthetrat e Satanit shpirtrat tanë. Duke nxjerrë nga pushteti i errësirës, duke na dhënë jetë. Kur ne ecim ndjekim Krishtin, ne do t'i japim lavdi Perëndis. Edhe ky është qëllimi final për cilin ne jemi, që t'i japim lavdi atij. Te Zbolesa kapitulli 4, të qëndrojmë edhe pak minuta, shumë shpejt do të mbarojmë. Kemi një pasazh që është shumë i veçantë për sa i përket qëllimit se ne jemi. Edhe Bibla thot vargje 10-11 thot, duke folur për pleqt që qëndrojnë përballë Zotit, thot, të 24 pleqt bien përmbys përpara atij të ulur mbi fron dhe adhurojnë atë që jeton në jetë jetëve dhe i hedhin kurorat e tyre përpara fronit, duke thënë, ti je i denjë Zot të marrësh lavdinë dhe nderin dhe fuqinë sepse ti i ke krijuar të gjitha dhe për pëlqimin tënd ato janë dhe u krijuan. Perëndia i krijoi të gjitha gjërat që të kënaqet me to. Besoj se mund ta kuptojmë nga na vjen në dëshira që të bëjmë sa gjëra që të kënaqemi me to apo jo. Por Perëndia do që ne të bëjmë diçka që të kënaqemi edhe ne, por të kënaqet ai me jetën tonë.
Pse? Sepse ai na ka krijuar. Ai nuk do që të endemi në kotësi, larg vullnetit e planit të tij. Dhe thot ti i denjë thot të marrësh lavdin dhe nderin dhe fuqin. Zakonisht e kam parë këtë varg të shkëputur, vargun 11. Që ne jemi krijuar që të nderojmë Perëndin. Zoti është i denjë. Por fakt ka një ilustrim në vargun 10. Edhe ilustrimi në vargun 10 janë shenjtorët që hedhin kurorat në këmbët e Perëndis. Hedhin kurorat në këmbët e Krishtit. Ata janë duke bërë këtë gjë. Dhe kjo është shfaqja më e denjë, më e plot për t'i treguar Perëndis që ti je i denjë, që të marrësh lavdërimin edhe nderimin. Tani do ju them diçka që unë nuk e kam menduar më përpara vet, edhe ndoshta do i nga juve këtu gjithashtu nuk e kam menduar të gjë. Por mendoj se gjëja më e çmuar në atë ditë kur ne të qëndrojmë përpara Krishtit, do jenë ato kurora. Edhe dëshira e zemrës tonë do të jetë që ne të kishim kurora që të mund të hidhnim përpara Krishtit. Ka gjëra të çmuara në këtë botë që njerëzit janë gati të paguajnë. Po gjitha një ditë kalojnë tutje. E vetëm gjë që mbetet është ajo kuror. Nga gjithë krijimi i vjetër, çdo gjë shkon tutje. E vetëm gjë që vjen nga kjo botë dhe shkon përpara prezencës së Perëndis janë ato kurora. Që i marrim sepse kemi për zemër shpirtat e humbur të njerëzve, të shpëtojmë ata. Kemi për zemër që Krishti të vijë të mbretërojë në drejtësi, sepse është i denjë që të mbretërojë, e fitoi me kurorën e kryqit të tij, kur ai u varë në kryq dhe mori kurorën me gjëmba, fitoi të drejtën të mbretërojë mbi të gjitha kombet, mbi të gjitha principatat, pushtetet. E fitojmë kurorën kur ne jetojmë një jetë në shenjtëri, në disiplinë frymërore, duke kërkuar që të jemi përpara Zotit të pëlqyer, apo kur shërbejmë me dëmshuri, me dashuri, atyre që Zoti na ka besuar, këto kurora do kenë mundësi të futen në prezencën e Zotit. Asnjë gjë nuk do hyjë në prezencën e Zotit nga universi që ne shohim sot. Ne do të vishemi me një trup të lavdishëm. Do jemi plotësisht të transformuar. Dhe vetëm gjë që do hyjë, do jenë ato kurora. Tani kurorat nuk janë farkëtuar këtu mbi tokë. Por kurorat janë farkëtuar që të përfaqësojnë çfarë jetë ne kemi bërë këtu mbi tokë. E zgjata pak, Atë ditë ne do donim që të kishim një kuror ta vendosni para Zotit. Edhe kjo është forma më e lartë që mund të tregojmë atij që ti je i denjë sot. Edhe Zoti po na thot sot që ti sot mund të punosh për atë kuror. Ti sot mund të jetosh për atë kuror. Që të japësh Zotit lavdin që ai meriton. Nëse ne do të kërkojmë të ndjekim Krishtin, të ngjajmë atij edhe të shërbejmë atij. Përse na njohin njerëzit e sot? Çfarë mendojnë se ne jetojmë? A jetojmë si gjithë të tjerët për qëllimet që kanë njerëzit rreth nesh? Apo kemi një qëllim më të lartë? Edhe pyetja tjetër është, a e keni njohur Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj? A është bërë ai shpëtimtari i jetës tënde? A ke filluar të shohësh jetën të ardhmen me këndvështrimin e Biblës? Apo je akoma i huaj për mbretërinë e Perëndis? Nëse je i huaj dhe nuk e di që Krishti mund të të shpëtojë nga mëkatet, mësoje këtë që Zoti të deshë kaq shumë sa që vdiq për ty. Mjaft ta pranosh atë me besim. Mund t'ju tregojmë nga fjala e Perëndis nëse keni pyetje dhe se keni pranuar Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj. Por mos e lini këtë gjë pas sqaruar, pa e pranuar Zotin si shpëtimtar. Edhe për ne që njohim atë, Zoti na do. Të gjitha këto gjëra që ndalën sot nga fjala e Perëndis, janë sepse Zoti na do dhe do që kur ne të dalim atje, të jemi me një gëzim të përsosur. Të mos kemi asnjë gjë mangut. Le të falenderojmë Zotin. Perëndi dashur, faleminderit Zot për mirësinë tënde, Zot, faleminderit për këtë qëllim kaq të lartë që na ke dhënë, Zot. Ne jemi thjesht enë prej baltë, Zot, Perëndi, por ti në mirësinë tënde, Zot, do që të jemi të ngjashëm me ty, Zot. Ti je dritë, Zot, ti je dashuri, ti je i drejtë, Zot, edhe je i shenjtë, Zot. Faleminderit, Zot, që ke këto mendime kaq të larta për ne, Zot. Që nuk e meritojmë, nuk kemi fuqi nga vetja jonë, Zot. Por ti je aftë të na bësh në Krishtin të ngjashëm me veten tënde, Zot. Faleminderit, Zot. O Zot, ne dorëzojmë zemrat tona sot Perëndi dhe të lutemi, Zot, që të na ndihmosh, të afrohemi më shumë, Zot, të njohim më mirë, Zot, ta dorëzojmë vullnetin tonë tek ti, Zot, e të shfaqim Krishtin, të japim fryt Perëndi, të sillim në jetë fryt që të jep lavdi ty, Zot.
Faleminderit Ati dashur për gjithçka, o Zot. Nëse është dikush që nuk të njeh si Zot dhe shpëtimtar Perëndi, bëj që të hapi zemrën e tij të pranojë Ty, Zot, të kërkoj falje për mëkatet, Zot, edhe të jetojë për shkak të Krishtit. Në emrin e Tij të lartësojmë, Zotit ton. Amen.